KKO shtyn seancën paraprake për dosjen Partizani. Në një deklaratë për gazetarët, avokati i zotit Berisha Gens Gjokutaj tha se ne kërkuam pavlefshmëri për një sër aktesh dhe gjykata u tërhoq për këtë çështje, ndërsa nëse do të shkojë apo jo për gjykim dosja Partizani, vendimi do të merret nesër në orën 13. Për më shumë në atë se çka deklaroi avokati Gjokutaj, lidhemi sërish drejt për drejt me Blona Metushi. Blona, dëgjuam avokatin Gjokutaj që seanca paraprake ishte shtyr për shkak të kërkesës për pavlefshmërinë e një sër aktesh nga ana e avokatëve. Pra, kështu deklaroi zoti Gjokutaj, ndërkohë që vendimi pritet merret ditën e nesërme për dosjen Partizani, apo jo? Greta, në fakt, gjyqtarja Flojera Davidi, pasi u tërhoq në dhomën e Këshillimit për afro 2 orë, vendosi gjatë ditës së sotme të rrëzojë disa nga kërkesat paraprake të bëra nga avokatët e ish kryeministrit Sali Berisha, dhëndrit të tij Amar Maltezi dhe 4 personave të tjerë, të cilët janë dërguar në gjyq nga ana e prokurorisë së posaçme që i akuzon ata për korrupsion dhe pastrim parash në privatizimin e kompleksit Partizani. Kërkesat të cilat ishin bërë nga mbrojtja korrespondojnë në faktin se ata pretendojnë që disa nga aktet e ekspertimit financiar të bërë nga ana e prokurorisë së posaçme, por dhe disa dokumente të tjera të sekuestruara dhe të marra në cilësinë e provës nga prokuroria për këtë procedim nuk duhet të konsideroheshin si prova të lishme dhe duhet të shpalleshin të pavlefshme. Pikërisht për këto kërkesa paraprake të bëra, gjyqtarja Flojera Davidi u shpreh gjatë ditës së sotme duke i rrëzuar ato. Më tej në këtë seancë avokatët kanë kërkuar kohë më shumë për të biseduar, ashtu sikur se tha edhe avokati Gens Gjokutaj, me klientët e tyre, pra me personat të cilët përfaqësojnë për qëndrimin që ata do të mbajnë pas rrëzimit të këtyre kërkesave, që do të korrespondojë me kërkesa të tjera paraprake që mund të bëhen gjatë kësaj faze para se gjyqtarja Flojera Davidi të shprehet në mënyrë përfundimtare. Dhe për këtë arsye, kjo gjyqtare vendosi të shtyjë këtë seancë për ditën e nesërme, ku do të dëgjojë nëse avokatët do të kenë të tjera kërkesa paraprake të cilat nuk u bën të njohura nga ana e avokatit Gens Gjokutaj gjatë fjalës së tij për media, dhe seanca tjetër do të mbahet nesër në orën 13, ku pasi të dëgjohen avokatët dhe pretendimet e tyre për kërkesa të tjera, kjo e fundit do të dalë, do të rriqet në dhomë Këshillimi për dhënë një vendim përfundimtar nëse do ta pranojë kërkesën e SPAK dhe do të dërgojë në gjyq këtë dosje me akuzat të cilat janë kërkuar edhe nga ana e prokurorisë së posaçme, që siç është ajo e korrupsionit dhe pastrimit të parave, apo do të marrë një vendim tjetër që mund të jetë kthimi për plotësim të hetimeve apo edhe pushim të çështjes. Gjithçka pritet të zbulohet ditën e nesërme në orën 13, kur do të nisë edhe seanca e radhës për të përmbyllur kështu edhe fazën paraprake të këtij procesi, i cili ka nisur 6 muaj më parë. Patjetër, Blona, mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë nesër. Unë të falenderoj për gjitha detajet që për sot.